patjetër, sepse është një hap i rëndësishëm hapja e të gjithë kapitujve të negociatave, do të thotë që ne kemi përmbushur ato standarde paraprake pra për të nisur bisedimet për të gjithë kapitujt, por nuk do të harrojmë që pjesa më e vështirë vjen tani, aq më tepër që Shqipëria ka një objektiv për të mbyllur brenda 2027-s, pra kemi 2 vite përpara, që do të thotë një punë shumë intensive si në parafrim legjislacioni dhe në zbatim të tij që është dhe pjesa më e vështirë. Megjithatë, Gledis, i kemi numëruar si ujë të pakët këto 35 kapituj, por kanë ikur shpejt, pra në vetëm 13 muaj. Kjo do të thotë që Shqipëria ka bërë mirë, pra ka bërë një punë të mirë duke realizuar dhe hapur këto grup kapituj në një kohë kaq të shkurtër? Po, patjetër, është një punë e mirë, është një kohë rekord do të thosha i hapjes. Kuptohet për fazën e integrimit që flasim tani në këtë 10 vjeçar, sepse ka eksperiencat më parshme, sigurisht dhe më të shpejta dhe më rezultative. Por vetë BE-ja ka hyrë një proces shumë të ngadaltë zgjerimi mbas Kroacisë së fundit 2013-ën, u bëm mbi 12 vjet tashmë që nuk kemi zgjerim. Prandaj në këtë këndvështrim është një ecje, një ecuri e shpejtë dhe shumë pozitive për Shqipërinë.